Shikues e Vision Plus, përshëndetje, do të njemi bashkë para shikimin në motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke përjashtuar vrenësirat e pakta dhe kalimtare për gjatë relieve malore. Ndërsa era ka fryrë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/s, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë i ulët i forcës 1 ball. Për ditën e martë, Shqipëria do të vijojë të ndikohet nga të njëjta kushte meteorologjike. Do të kemi motë kryesisht të tilla dhe me alternime vrenësirash kalimtare. Era do të vijojë të fryrë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 7 m/s, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë sërish i ulët i forcës 1 ball. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, ditën e martë ai do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Përjashtim këtu do të bëjnë relievet malore, ku do të kemi vrenësira kalimtare. Kontinenti evropian, gjithashtu pjesa më e madhe e Europës, do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi motë kryesisht me diell dhe me alternime vrenësirash. Përjashtim do të bëjë Europa lindore, ku do të jemi në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, do të kemi motë me vrenësira dhe me reshishiu. Duke jemi përfunduar, më falenderoj për ndëmendjen, bashkë me Takofshi.